Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i kthehet lirisë pas 4 muaj. Gjykata në Kolmar të Francës mori vendimin që kreu i AK-s të kthehet në Kosovë. Kërkesa e autoriteteve serbe për ekstradimin e ish-komandantit të UÇK-s për zonën e Dukagjinit, i akuzuar për krime lufte nga prokuroria serbe, nuk u pranua. Pas vendimit, Ramush Haradinaj u shpreh se refuzimi i kërkesës për ekstradimin e tij në Serbi është një fitore shqiptarëve. Është refuzuar kërkesa për ekstradim. Pra që nga tani jam i lirë, shkoj me marë pasaportin në Strasburg, se është ende në polici, po jam i lirë me u këtëri Kosovë, ta qujnë këtë përballje shqiptarët kanë fituar. Ish kryeministri falenderoi edhe qytetarët e mbledhur para gjykatës për përkrahjen që i kanë dhënë gjatë qëndrimit të tij në Francë. Lirimi i tij u prit me ovacione, festime, fishek zjarre dhe të shtëna armësh edhe në Prishtinë. Ndërsa në Beograd, qeveria serbe paralajmëroi një mbledhje urgjente për këtë çështje. Edhe mediat serbe kanë reaguar duke shkruar se kriminali është në liri dhe ishte një vendim i turpshëm i gjykatës së Francës për lirimin e vrasësit të serbëve. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj mbahej në Francë në lirim me kush për janarit, kur u arrestuan mbi bazën një flet arresti serb. Gjykata e Kolmarit ishte rrethuar me forca të shumta policore, në seanca u mbajtën masa të larta sigurie. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës u ndalua nga policia franceze më 4 janar, në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia, e cila e akuzonte për krime lufte në periudhën e viteve 1998-1999. Ndalimi i tij nxiti shumë reagime në Kosovë, ku parlamenti miratoi edhe një rezolut për pezullimin e bisedimeve me Serbinë deri në lirimin e tij.